13 ditë pas ditës së zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka arritur që ta përfundojë numërimin e votave për zgjedhjet e 28 dhjetorit të 2025-s, raporton Ekonomia Online. Zëdhënësi i KQZ-s, Valmir Lesi, për Ekonomia Online ka thënë se tani palët kanë 48 orë kohë për t'u ankuar e ku pas përfundimit të këtyre, atëherë KQZ do t'i shpatë rezultatet përfundimtare. Të premte në orën 2 të mëngjesit, në qendrën numërimi dhe të rezultateve, është përmbyllur numërimi i pjesës së fundit të fletvotimeve që i takojnë votimit jashtë Kosovës, respektivisht votimit përmes postës. Numërimi i këtyre fletvotimeve shënon njëkohësisht përfundimin e numërimit të gjitha fletvotimeve që i takojnë zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat u mbajtën më 28 dhjetor. Përfundimi i këtij procesi brenda 12 ditëve pas ditës së zgjedhjeve përbën sigurisht një kohë shumë të shpejtë dhe efikase të përmbylljes së të gjithë procesit të numërimit. Me përfundimin e numërimit të këtyre fletvotimeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i gatshëm nga ana teknike për të shpallur rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Megjithatë, sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, palët kanë të drejtë të parashtrojnë ankesa në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, lidhur me administrimin e numërimit në qendrën numërimit dhe të rezultateve brenda 48 orëve nga ndodhja e shkeljes së supozuar. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë u mbajtën me 28 dhjetor 2025 pasi fituesi i zgjedhjeve të rregullta të 9 shkurtit 2025, që ishte vetëvendosje, nuk arriti që të formojë qeverinë. Vetëvendosje është fituesi këtyre zgjedhjeve, por këtë herë kjo parti rezulton të ketë marrë besimin e 486.994 qytetarëve apo 51.11%. Partia Demokratike e Kosovës doli e dyta me një përqindje 20.19% të votave. Lidhja Demokratike e Kosovës ishte humbësja më e madhe e zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Kjo parti ka rënë në 15 ulëse nga 20 sa kishte në Kuvendin e Kosovës. Ajo mori 13.24% të votave.